Jam prej Partisë Demokratike Kosovës. Desha me pyet se a ndan me votu sot? Me pëndëkën e votoj gjatë, po s'po di tash kanë me votua, kanë e Partia marrë. Demokratike ka dalë me ndoshta që me përkro partinë e LDK për parim Ramës. Po a kanë e marrëveshje kështu apo veç Nuk ka marrëveshje, nuk mund me tregu pse, po është më mirë për ne Partinë Demokratike për me fituar LDK-ja. Kjo telefonat the u heshtjen zgjedhore të dielën e 9 nëntorit kur pati balotazh në Prishtinë. Një zë nga ana tjetër e linjës po thërriste qytetarët të votonin për kandidatin e Lidhjes Demokratike. Nga PDK mohuan se kanë telefonuar votues të dielën. Se partitë politike nuk kanë të drejtë asnjë veprim si ky, e kishin të specifikuar edhe në udhëzuesit e Agjencisë për Informim dhe Privatësi për zgjedhjet lokale. Andaj, komisionerja krenare Sogojeva bën thirrje të adresohet çdo shqetësim i këtij lloji për t'u parandaluar herëve të ardhshme. Nuk kemi pritur se do të ketë shkelje të tilla, por në anën tjetër ne nuk kemi planuar as edhe një ankesë, as në zgjedhjet paraprake e as tani në balotazh për ndonjë shkelje të mundshme apo për ndonjë marketing të drejtë për drejtë. Atë çka kemi parë nëpër mediat sociale, por ta keni parasysh që ankesa duhet të drejtohet nga vetë individi. Këto veprime të partive politike nuk i arsyeton as Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Kjo shkelje ligjit për plasinë, sepse nuk mund askush me dërguar mesazh pa përcimin tuaj, do të më pas ku i ka marrë ta numra, po kjo është bë praktik që nga zgjedhjet e para Kosovë deri me tani don. Ndërkaq, as në rundin e dytë nuk u pranuan ankesa për shkelje të privatësisë gjatë procesit zgjedhor. Rundin e parë nuk kemi pasur fare dhe tani deri në këtë kohë që po flasim, nuk kemi ndonjë ankesë nga asnjë qytetar. Gjatë zgjedhjeve nacionale që u mbajtën më 9 shkurt, AIP kishte pranuar 3 ankesa të cilat pas shurtimit kishin rezultuar të pabazuara.